Jemi tani këtu për të folur për një konferencë rëndësishme që mbahet në Prishtinë pra në prag të ditës së çlirimit më 10 dhe 11 qershor. Prishtina do të jetë një koqire, një prej konferencave më të mëdha të organizuara në Kosovë për drejtësinë tranzicionale dhe gjykatat ndërkombëtare për luftën në Kosovë me tekst të veçantë të gjykata speciale në Hag. Do të ketë të ftuar të shumë dhe të rëndësishëm që do të marrin fjalën në këtë konferencë dhe për më shumë na njofton sot Ismail Tasholli. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë. Një konferencë e rëndësishme shumë e rëndësishme madje për më tepër kur e dim pritja e cila është duke ndodhur për një vendim përfundimtar në gjykatën speciale në Hag. Na fol pak për konferencën, një përmbledhje e shkurtër. Po, ato që i tha në titullimin e prezentimit të kronikës, do të të drejtësia e tranzicionit, nëse mu i me e thonë, është preokupim bazik i asaj, po edhe historia, tregimi, narracioni, sidomos tash në kontekstin e teknologjik, që ka në livrit edhe paradigmat, edhe përjetimet politike, po edhe është një lloj tendence që të krijojmë një hapësir racionale të diskutimeve, sepse musafir që janë aty janë njerëz shumë kompetent në ato se çka e përfaqësojnë, janë njerëz me vlerë në aspektin profesional, po edhe në aspektin moral, edhe ne si shoqëni e re kemi shumë nevojë që të bashkëbisedojmë, sepse duhet të ndrojmë mendime, kemi na idiomen me ndru në laf, edhe është mirë me ndru lafe me njerëz shumë të rëndësishëm, me njerëz që kanë qenë në një formë pjesë e rrugtimit tonë për liri, si cili në pozicionin e vetë, aty ka dhe gazetar shumë të rëndësishëm, ka media shumë të rëndësishme, ka autor që New York Times i ka pas si bestseller vitin e kaluar, dhe të janë njerëz shumë të rëndësishëm. Dhe ne kemi nevojë më shumë se kur që të bashkëbisedojmë me miq, të ndrojmë edhe hallë dhe sikletet të caktuara, sepse mendojmë që një rikapitullim i asaj rrugës tonë për gjakimin për liri është gjithmonë i nevojshëm dhe secili tregim qoftë ai lokal, qoftë universal, duhet të dëgjohet. Po ideja është që të krijohet pesha e diskutimit dhe përgjegjësisë në raport me fjalën, sepse profesionalizmi i tyre nuk i lejon që të instrumentalizohen politikisht, po e thonë ashtu çysh e mendojnë dhe argumentojnë me backgroundin edhe të tyre. Do të thotë është prej konferencave më të rëndësishme pas luftës, sidomos nëse dihet edhe konteksti që e kemi gjykatën speciale, që na ka nëse mu i me thonë, na ka praptu në rrugtim të historisë tonë, dhe po mundohemi që të ekspozojmë bashkarisht me miqtan ndërkombëtar. Ka njerë bëjmë kështu me humor, shqip çka kena pas me folë është harxhu, ja kena nis ka pak anglisht. Shqip sidomos ajo në sheshe, ka qenë e rëndësishme në formën e vetë. E vërtet, shtetaria herën e fundit kam qenë të ju për mashën. Edhe shtetaria e Kosovës e ka kallëzu peshën e vetë, edhe ka kallëzu edhe motivin edhe përjetimin e ngjarjeve të rëndësishme që është gjithmonë e përgjithshme dhe ka za. Tash kjo është një kontekst tjetër, do të thotë prej aspektit lokal po shkojmë në terrene pak universale, në kuptimin edhe të seriozitetit të diskutimit dhe dialogut. Ashtu siç e tha Ismaili, në pjesëmarrje do të janë edhe personalitete ndërkombëtare që kanë qenë shumë kritik ndaj procesit që po ndodh në dhomat e specializuara në Hag, pra atje ku po gjykohen ish krerët e UÇK-s që 6 vite, dhe prandaj duam të marrim një mendim edhe nga zotri Hysni Kucati nga OVL UÇK. Zotri Kucati, faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Faleminderit juve, përshëndetje për musafirin, me respektje më të madh për ftesën që na keni. Faleminderit. Çka do të thotë për juve kjo konferencë, duke pas parasysh të gjitha ato që do të diskutohen dhe pjesëmarrjen e këtyre personave që janë të rëndësishëm dhe kanë luftuar kundër themi asaj se çfarë po ndodh në dhomat e specializuara të Hagës. Mas po e dua ta përshëndes organizatorin që ka organizuar këtë konferencë që mohet në Prishtinë, që nëse zgaboj me sa ndëgjova Smolin Tashollin që thash një konferencë shumë e rëndësishme molla mas lufte, mas ilmin vend, është shumë e vërtet që kemi pas nevojë, ndoshta jemi vonu pak që s'kemi organizuar më herët një konferencë të tillë ndërkombëtare që bëhet sot në Prishtinë nga njerëz më eminent apo më të njerëz më të mirë të apo mish më të mirë të vendit tonë që na duhet mirën tonë, duke ditur edhe ata vetë që kanë reaguar shumë më herët se kjo gjykatë është shumë e dëmshme për neve, sidomos për ushqimin që do organizohet, po vetë për krerët e ushqisë, të cilët janë që 5 vite, apo 6 vite në burg atje, që qëndrojmë pa drejtësisht
unë besoj se zëri tyre sot do të dëgjohet në tërë botën nga kjo konferencë, që ata do të shpalosin gjitha ato vërejtjet e tyre që kanë ndaj kësaj gjykate. Okej. Ismail, natyrisht që qëllimi është që në këtë moment që jemi, në këtë situatë që jemi, të tregohet një pjesë e rëndësishme e historisë që, siç e thata, është munduar të jepen konotacionet e tjera. Dhe pyetja është se si do të arrihet kjo, cili është plani realisht, edhe i fjalime mbase edhe i asaj që ju e keni menduar përmes kësaj konference. Prezantimi i tyre është prezantim shumë profesional, se kanjherë po e themi edhe po e potencojmë ata që kanë qenë shumë kritik ndaj gjykatës speciale. Nështë nuk është cilësimi i duhur, sepse po duket sikur ata e kanë një zërë ose një siklet, ata kanë veç vërejtje profesionale. Dhe profesionalisht ajo nuk qëndron. Dhe ata janë kritikus ma racional, të mundshëm, sepse kanë qenë edhe dëshmitar të rrugtimit tonë, gjakimit tonë për liri, edhe e dinë edhe kontekstin, sepse krijohet përshtypja nga njerë që në gjykatën speciale janë të marrë disa vendime mrena një laboratori shumë steril duke e përjashtu prej kontekstit edhe historisë të rrugtimit tonë. Sepse nuk mund të afusësh gjykimin mrena një laboratori që të prodhosh sterilitet edhe ta heqësh prej kontekstit historik. Kjo është ajo. Pjesa e dytë është këta musafir që i kemë, që janë mbi 20 ndërkombëtar, këto ambasada që do t'jenë prezente, që janë mbi 15 që e kanë konfirmu, shefat medjave shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Ismail, kjo është arritje e madhe, duke pas parasysh që gjithë këta ka pranuar të jenë pjesë. E vërtet, se është shumë e çuditshme se gjithë këta njerëz ndodhen sot edhe nesër në Prishtinë, se janë njerëz shumë të rëndësishëm në botën edhe politikës, edhe akademisë. Do t'ju përgëzojmë për punën që keni bërë, se është shumë rëndësishme. Krejt bashkë, muj me ja dalë, kur kemë qëllime të sinqerta, gjithmonë arrihet edhe suksesi. Këta njerëz do të flasin, sot me siguri edhe ju si televizion do t'i keni një pjesë të këtyne musafirve që do t'jenë sot edhe do t'a shtjellojnë edhe përmes medias, drejt për drejt qytetarit edhe qëndrimet e tyre. Mandej prej asaj se çka do të flitet, do të përmbledhim një lloj libre anglisht-shqip në njëjtën kohë që do të krijon rrugtimin e vet argumentativ, po ashtu që kem para po që të kemi e nesër kur kryhet kjo një përmbledhje formë dokumentarit, ku këta personazh folin veç a veç për kontekstet caktume të drejtësisë në tranzicion, sidomos të shkeljet dhe këto çudinat që ka ndodhë me shkelje madje edhe humane që për i qujnë. A keni caktuar diçka që do të ketë një theks më të veçantë, duke pas parasysh se është e rëndësishme që ato fjalime dëgjohen pak para vendimet përfundimtar për faqen dhe të tjerët? Po, kjo është nështë është e fundit, edhe qoftë e fundit, si përpjekje për me shkaktu një lloj presioni pozitiv, sepse këta njerëz janë të rëndësishëm dhe kanë mendim, por po e përsëris edhe njerë shpresojmë që është organizimi i fundit, edhe shumë shpejt do t'i kemi ata këtu, edhe nuk kem nevoj, por rasis nuk duhet t'ja lëmë kur, duhet punojmë për të, edhe këta zonat t'i fusim mrena reflektorit të shoqërisë tonë spari, mandej edhe shoqërive ndërkombëtare, që mos të harrojmë, të janë 4-5 drejtorë mediave më të mëdha ndërkombëtare, dhe ata me siguri që do të flasin kur kthehen në shtëpinë e tyre, në kuptimin metaforik, do të botojnë shkrime, mendime. Është koha kur na duhet të mirëmbajmë disa miq që i ke, bashkëbisedojmë sinqerisht me ta, edhe të ngjallim një lloj presioni të fundit pozitiv për çdo gjë që ashtu ndodh në raport me gjykimin e njerëzve shumë të rëndësishëm të UÇK-s që janë atje. Po, do doja të pyesja aguzatin se natyrisht ju e treguat planin, po aguzati sipas jush çka është e rëndësishme të përcillet përmes kësaj konference, po themi disa era në momentin që jemi, sepse jemi në një moment të rëndësishëm në pritje të një vendimi të rëndësishëm për ish-krerët e UÇK-s. Çka duhet të dalë nga kjo konferencë patjetër? Unë besoj se vendimi do të jetë në mënyrë më të mirë të mundshme pozitive për krerët e UÇK-s vetë, për ne si shteti i Kosovës dhe për UÇK-n. Ato që dha Smolli është e vërtetë që unë besoj se këta drejtorë të mediave që kanë ardhur, ato do ta kallëzojnë realitetin, sa ata janë miq tonë dhe kush më mirë se ata nuk e din gjendjen në Kosovë dhe
Okej, se besoj do të rregullohet pas pak gucati, derisa të jemi me gucatin. Po, jemi. Në fakt që jënë duke më thirë dhe punë, disa kolegë. Unë mendoj që do të rregohet realiteti nga këta mi që kanë ardhur dhe kanë zbrit në Prishtinë, që do të zotë 2 ditë për seminar apo kjo konferencë kombëtare në Kosovë, ata do ta tregojnë realitetin tonë, do ta tregojnë luftën e sinqert edhe njerëz që kanë punuar për këtë ideal, sidomos me presidentin Thaçi, Bacin Jakub Kadrin edhe Recep Selimin edhe për gjithë neve si pjesëtar të Fushishëm të Kosovës, dhe ata kur shkojnë në vendin e tyre që tha Smoli apo në mediat e tyre do shkruajnë dhe do të tregojnë një realitet të sinqert për Kosovën, që është bërë një padrejtë e madhe nga kjo gjykatë që tha Smoli, ata kanë bërë analiza shumë të thella, shumë donshme për vendin tonë, ata kanë tentuar ta ndrojnë edhe historinë e kombit shqiptar, vetë historinë e UÇK-s kanë tentuar ta ndrojnë me disa dëshmitar që s'u dash të jenë dëshmitar, aq poshtër po them, aq idiota që kanë shkuar dhe kanë dëshmuar kundër ushtrisë do të Kosovës kundër vendit tonë. Dhe tash fol Zotit që është organizuar kjo konferencë nga njerëz të cilët është Smoli vetë Abdulsman Tashulli me ta që kanë organizuar. Unë thashë në fillim, është doshtë nësa ma herët, po prapjo, historia e soj si është bërë shumë mirë, që është organizuar këto momente kaq ta frema që jena me vendimin e gjykatës, që presim gjykata ta merr një vendim para 20 korrikut në besoj, ashtu kam dëshirë që të merr një vendim para 20 korrikut dhe të dalin faqebarë të vinë masporin familjet e tyre, vinë në shoqërinë dhe në rrethin ku jetojnë dhe veprojnë. Kështu që Allah Zotit ata të vinë para 20 korrikut në shtëpinë e tyre. Unë besoj se do të ketë kjo konferencë një fjalë, jo më në dje, po një fjalë shumë të madhe, po për lirimin e shokëve tonë dhe krerët e ushtrisë të Kosovës. Dhe besoj se këta nuk thonë që të bëjmë presion mbi gjykatë, po ti tregojnë gjykatës se je gjykatë pa drejtë, je gjykatë e njashme dhe ke punuar me dokumentacione të servisë fabrikuar nga disa shqiptarë dhe vetëm nga Serbia. Okej. Ismail, çka dua të di është tek të ftuarit, me qenë të profileve të ndryshme. A ka pasur një lloj hezitimi, le ta themi, kushtimisht për pjesëmarrje dhe për të bërë to analiza, duke pas parasysh rëndësinë që është për momentin dhe po ashtu edhe ndonjëherë edhe gjykime që janë bërë edhe në arenën ndërkombëtare, ka shi gjithë këtij procesi. Po, është lajmi mirë që asë një pikë hezitimi s'kam pas asë njane. Tash me këtë punë jem 3 muj, 4 muj të umarë, se janë protokollet të njerëzve të rëndësishme që janë të nxanën dhe duhet me i gjetë njëra, po zakonisht kështu në Evropë janë shumë të përgjithshëm edhe mrena e-maileve ose WhatsApp-ave privat, gjithsesi të përgjigjen shpejt edhe kanë qenë të gatshëm. Nuk kanë hezitu fare, nuk e kem asë një që ka pas nëj me dyshje ose nëj hezitim fare. Veç kanë dasht me i ditë, se këta e njerëz të rëndësishëm, kanë dasht me i ditë sa është profesionale kjo. Se nuk i shkojnë gjithkuj musafirën kuptimin e harnimit dhe improvizimit, sepse janë protokolle. Ata kur mërin aeroport duhet tjetër trajtim me pas. Prandaj që hezitimet mund të ishin të formave të ndryshme. Kur të vinë këtu, dojnë me ditë sa serioze është krejt organizimi, sa serioze është, edhe kur i hekin këto gajle, që nuk është harnim improvizim, po është një organizim pak ma me peshë dhe serios, mandej nuk kanë hezitime. Atë shumica e tyne kanë qëndrime publike. Nga biseda. Disa qëndrime që dihen nga ta. Po, disa qëndrime janë që dihen nga ta, disa tjera janë që vinë për me rikapitullu, nëse mund të themi rrugtimin tonë politike, historike, krejt ato. Sepse padrejtësi që ka ndodhë në Kosovë janë të mëdha edhe janë kozgjatje kështu shtrime, sepse gjykata speciale mendoj që është ai fundi i keq i një konkretizimi të mrapsht, që nuk e di pse, se është ajo temë tjetër, është temë pak ma komplekse, ma e thellë, por na e dim që ushtari UÇK-s është ajo pjesa ma krenare, ma e dinjitetshme e shoqërisë tonë, edhe s'ka nevoj kërkush me nashti nërmare si që provohet në format të ndryshme, edhe duhet të respektojmë ashtu që shë respekton civilizimi perëndimor, sepse veterani në civilizimin ku na po provojmë
me marrë pjesë edhe administrativisht, është qenja ma e respektume, nëse veç unë kam jetu një kohë gatë në Austri, kur të futet veteranin tramvaj, tri karika i shprazën për respekt edhe nder, për sakrificën edhe mundin që e kam ba. Edhe qka kem na ma pak ose ma shumë që mos me i përcjell këto shembuj të një pjesë ma krenare të shoqënisë tonë. Edhe ashtu duhet mbetet, edhe ashtu duhet të kthehet nga instrumentalizimet e paskoshme politike të mundshme. Të në gjitha anëve, jo është një anë. E dëshmoj fakti që duhet thënë, me qenë se ishte para fushata dhe ishte një debat i forta që kishte në qendër UÇK-n dhe ish krerata në përgjithësi, dhe po ndëshkohen në vot pikërisht ata që i bën këto deklarata. Pra kjo e tregon qartë që gjithsesi qytetari është i vetëdijshëm për vlerat e UÇK-s dhe për atë që ka bërë. Qëre, qytetari mund të jep përshtypje të vonesave të caktume, të mos kuptimeve të caktume, po në fund ditës gjithmonë është ma racionali kur e merr mesataren e asaj që e krahason. Edhe qytetari i Kosovës e di shumë mirë peshën edhe rëndësinë e krejt kësaj se çka ka ndodhur. Sot e kemi bashkë Hysni Gucatin këtu me neve dhe është prezentimi më idejnë i rrugtimit që kanë pas këta. Këta e din fort mirë me çfarë qëllimi kanë qenë në luftë. Këta e din që kanë qenë vetëm premisat e një shqiptarizme që ka pas rolin e një religionit që i ka shty për me majtë qatë rrugtim pa e po dritën kur në fund, në kuptimin e racional të peshës dhe fuqisë që ka pas guerilla, sepse janë ballafaqu me një sistem ushtarak që ka qenë shumë i rëndësishëm për nga pesha në Evropë, madje edhe në botë, dhe të kesh ideale të tilla, pa e po fundin, veç të e po dekën tonë e mos munal, do thëtë duhet kemi kujdes dhe respekt, sepse ata njerëz kanë fliu gjithçka që nasë në studio të flasim edhe ta përdorim lirin me artikulimin tonë. Ta pysim edhe zotin Gucati për këtë, pastaj do të kalojmë edhe tek një çështje tjetër që lidhet me OVL-n e UÇK-s. Kjo që e tha Mirja, që qytetarët nuk i duan në kuvend personat që të themi kështu e fyen UÇK-n ose individët që kanë qenë pjesë e UÇK-s. Në besoj na im gjithë dëshmitar kohës fundit e kam fjallën para fushate, fyret, linqime që keni po ju në për portale apo më të për shumë në për disa media nga disa politikanë dhe nga disa njerëz të tyne. Unë jam vetë dëshmitore e se kam qenë shumë i atakum këtë kohën e fundit me fyre, ka qenë generali Samir Shtaku, po ashtu Ramush Haradini, ish kryeministri dhe generali i luftës, po Dashmia Elbani dhe gjitha këtu kanë qenë të fymë prej disa njerëza, apo më të tërë për disa politikanëve që ka pas hije, po qytetarët ju, në nuk më të vajsoj qytetarët, se qytetarët nuk kanë fajë dhe qytetarët një në respektojnë shumë. Mirë tha dhe ta shulli që në shtetet e Evropës, se unë vetë kam qenë për Evropë e di, që tha 3 karika apo 2, është e vërtet që lirovën e kanë vendin më të mirë veterantë dhe invaliditit luftës, pavarësisht ka janë ata kanë vendin shumë superior që i respektojnë shumë ata qytetarë. Të ne po shihit pak që është e zbet, po kjo ka armën në mbjamën që ka bu përqove në opinion dhe sidomos tek ne që jenë duke na fyer neve si qeverimtarë këtu në Kosovë. Po unë shpresoj, qytetarët na dojnë, edhe jam i bindur që qytetarët na dojnë, sa për politikë fort të mërzitëm se politika shkon edhe vjen, po qytetarët na dojnë dhe na respektojnë shumë. Kështu që unë ndi vetën shumë kombat të qytetarët, për politikë thash fare nuk mërzitëm, dhe aja që duhet ketë një listë për vlerat luftës dhe sidomos për shoqërinë tonë e cila nuk ka të drejtë ta fyn askën. Për mua sot turpi ma ta fyn dikon, sepse s'është natyrën time, po pavarësisht se dy kushtetë që mendon, me fyn neve ka shumë gabim. Unë mendoj se kjo konferencë më shumë të konferenca është e qelluar, është shumë e mirë, është më së ardhur, unë besoj se ta njerëzit ta ngrisin zërin gjithmonë në drejtësi dhe jo duke kërkuar elmush nga gjykata, po vetëm drejtësia dhe drejtësia do të triumfon në anën tonë. Dhe zotri Gucati, duhet dalim edhe tek një temë tjetër, jo tek ato protestat që janë bërë për lirimin e krerëve që bëmban atje në Hak, por një protest që është mbajtur këtë ditë në Shqipëri. Dhe aty janë shfaqur disa individ duke mbajtur flamurin
të themi kështu flamurin me emblemat të UÇK-s, me stemën e UÇK-s dhe OVL UÇK ka pas një reagim ku ka kërkuar që të njëjtit mos t'i përdorin atë dhe keni thënë se ata persona nuk e përfaqësojnë veteranat e OVL-s UÇK-s ashtu siç është tentuar të shfaqet. Dhe dua të kemi një shpjegim nga ju pse ky reagim ose cila ishte çështja që juve ju pengoi që stema UÇK-s të jetë pjesë e kësaj proteste në Shqipëri. Famde shumë më pyetën ta po mbiem me përsi edhe njerë. Po pikërisht mungesa e ligjit nuk kanë të drejtë përdorë flamura stema UÇK-s gjithkohë. Ne nuk jemi në shtetet asoj proteste mas pari, ne si organizator të protestës në Tiranë dhe nuk kemi arsye ta mbështesim atë protestë, nuk e dim alo ende pse po protestohet atje, çfarë kauze ka ajo protestë, kush e ka organizuar protestë, çfarë qëllimi ka ajo protestë. Dhe ky është gabim më i madh ata njerëz që kanë përdorur stemën dhe flamurin e UÇK-s dhe kanë folur në emrin tonë. Ne ata njerëz nuk i kemi autorizuar sponsor në emrin tonë. Pse e shihni këtë si keq përdorim? Këtë se kemi qartë. Keni shkruar stema UÇK-s nuk është dekor politik, është simbol i një lufte të drejtës shqiptare të paguar me gjak. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Stema e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës nuk është dekor. Stema e UÇK-s është step që ne kemi bërë luftën me asaj, kemi dhënë gjak për atë flamur dhe për ato 3 shkronjatarë dhe nuk është që ta përdorim politikisht kush do ta përdorë. Nuk është mirë që flamuri ju në Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Simbol nuk përfaqëson vetëm OVL-n e UÇK-s, është simboli i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe nëse dikush e ndjen ta ketë me veti. OVL-u që nuk e përfaqëson. Ne si organizatë veteranëve përfaqësojmë Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, jemi pasardhës së saj. Edhe për këtë arsye ne kemi reaguar që nuk është mirë keq përdorur flamuri i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe stema jonë në protesta të ndryshme. Përderisa del presidenti i Iranit, unë disa portale kam lexuar për këtë protestë, unë mos u lidh me Iranin asgjë. Pse Irani për këtë protestë? Edhe shumë sigurime të huja. Edhe neve nuk na intereson kjo punë, ne nuk kemi udhëtar të asojna proteste fare. Përderisa ne nuk kemi në këshill organizativ dhe nuk e dim esencën e asoj proteste ende. Për çka bëhet fjalë? Ne e dim që bëhet fjalë për një tokë atje në zonë Po, zëvendëse, protesta që po bëhen atje, po. Ato është problemi i shtetit shqiptar, i kryeministit shqiptar dhe vetë qytetarëve të Shqipërisë. Unë falenderoj shtetin shqiptar dhe qytetarët e Shqipërisë që na kanë ndihmuar neve në vitet më të vështira të luftës. Po ne nuk duhet përzimi brenda territorit shqiptar pa ditë esencën. Po, se nëse ka një lider që ka folur shumë gjatë këtyre viteve për çështjen e UÇK-s dhe zhvillimet në ka qenë pikërisht Edi Rama, kryeministi shqiptar nuk ka hezituar asnjëherë. Po këtë punë tjetër ata sholli, edhe smundin ditë asi lider deri me sot ka folur më shumë se Edi Rama, për çukotë speciale dhe për kërkesat e UÇK-s. E sot ne dalim ato sistemën tonë, të UÇK-s ta përdorin. Në protestë për neve është pa pranueshme. Dhe po thëmë si prap, jo, i thëtoare e sojna që do të reagojë më fuqishëm ndoshta nesër apo sot për një reagim tjetër, që ju kisha lutur që mos ta kesh përdorin stemën e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në protestë. Se ne sa në grup. E konsideroni njëjtë si OVL UÇK-s në këtë reagim? Shiko, zoti Gucati është njeri më kompetent që të përfaqësoj dhe mbroj vlerat e dala të UÇK-s, e kanë madje edhe mrena statutit tyre, e kanë edhe shumë e qartë. Ajo që ka po e kuptoj shumë qartë, është që ideologjia nuk do të futet mrena interpretimeve të guerilës tonë, sepse UÇK-ja është përtej sicilës ideologji, qoftë e majtë, qoftë e djathtë, qoftë ajo e green policy, politikës e gjelbër, qoftë ajo çka do qoftë. Edhe e kuptoj që do me majtë të pashtë pa e interferu mrena nevojave të caktume politike, mrena nevojave të caktume të agendave të caktume. Dhe më dha UÇK-ja nuk e ka venin atje, UÇK-ja nuk e ka venin mesin asnjë ideologjie, UÇK-ja është ajo pjesa e kulmit të hierarkisë tonë vlerore si kam, se jo veç Kosovë, po edhe Shqipëria dhe krejt pjesë ku i kemë të shkputna, copa jashta kufive të këtyre 2 shteteve. Dhe si e tillë duhet të mbetë. Okej. Ismail, një pyetje të rëndësishme për konferencën, ju i ceket numrin e madh të ndërkombëtarëve që do të jenë, që natyrisht ata e kanë peshën e vet. Më intereson të dim kush nga vendore do të jenë pjesë e kësaj konference, sepse kemi pasur shpesh biseda, debate dhe është e rëndësishme që të dëgjohen edhe njerëzit e këtij vendi. E kem bën një formë tjetër, atipike për mënyrën e organizimeve deri më tash. I kem ftu të gjithë drejtorët e mediave,
në këtë rast dhe televizione dhe portaleve, i kem ftu një pjesë të madhe të analistëve në përhapësirën tonë publike, që janë dikun 60 pjesëmarrës, e kem ftu 20 organizata dhe drejtor të OJQ-ve në Kosovë, edhe i kem ftu dikun dhe 20, nëse mund të themi profesor, me në fund shumës, të universitetit tonë, që kanë me qenë participant. Do të të bukfalisht është këtë shoqënia kosovare, pjesa intelektuale, pjesa e medjes, pjesa OJQ-ve, që do t'jenë pjesë e publikut, edhe pjesë e interferimit të tyre me pyetje të caktume pas prezentimeve që do t'jetë bashkëbisedimi. Kjo është një formë tjetër organizimit, sepse ideja ishte që ta përfshim edhe shoqërinë tonë mbrana këtij debati. Normalisht mbrana një debati shumë sinqert, edhe mbrana një debati pa qëllimeve politike, po mbrana një debati racional të asaj se çka ka ndodhur dhe ku po dojmë me shku si shoqëni. Edhe kjo ndoshta e bën pak ma interesant organizimin e kësaj konference, sepse vendor dikun me OJQ, me universitet, me media, me portale, janë dikun 90 diçka të ftuar. Kështu duket skeleti i këtyre 2 ditëve. Okej, shumë mirë. Mirë, Gucati, diçka të fundit për këtë konferencë, besoj që do t'jetë Gucati për dëgjuar dhe për të, ndoshta edhe për të bërë pjesë të debatit, pse unë në ndonjë moment, kur tashmë qytetarët në sheshe i kemi parë, thirrjet i kemi parë, mobilizimin i kemi parë. Tani në një pjesë tjetër të shoqërisë, siç e tha edhe Ismaili, duke u kërkuar drejtësi natyrisht për ata që ndodhen në Hag, diçka të fundit, çfarë do të shtojmë? Ja, unë do shërbë, inshallah kem sukses, konferenca besoj se do të ketë sukses pa dyshim, edhe zëri tyne do të dëgjohet ato ku e ka vendin, zëri gjitha tyne që kanë ardhur ndërkombëtar Prishtinë, vetëm doshta të thonë Smoli pak e çardhje, o dosh më na thirr neve si organizata dalën nga lufta këtë konferencë, që të bëjmë 5 mars, se ne kemi qenë organizator Smoli e ditë, mbi 6 protesta kemi organizuar, peticionin, 2 aksione para Euleksi dhe në hotelin Sharaton, kur konferencën kemi bloku të Trëndavedovës, kështu që ne hatërmbetjes kemi, unë i uroj Smolit sukses. Po, na pret pak sekonda, se Ismaili ka një përgjigje. Pas ju thirr gjithë ato organizata jo qeveritare, pak të ndoshta neve naftu, se na jemi pjesë e këtij shteti, jemi formues të këtij shteti, kemi punuar bashkë, edhe me Smolit dhe me gjithë, edhe juve si media. Si është e mundur Ismail, mos muftohu vële UÇK-s në konferencë. Unë Smolit e përgëzoj, më thash Smolit, mos e merr këto si personale ose hatërmbetje, mos e merr, po ne kemi diskutuar me kryqëzimin në ngushtë, edhe kemi thonë që ne tani nuk ka ftesa, kështu që unë kam pasur dëshirë të marrim pjesë ato, për hir punës që kemi bërë, unë kam obligim të ke fundit nuk kam obligim me protestu, edhe me reagu gjithmonë për patricin që mund ndaj pjesëmarrëve të qytetit. Po dëshirë kemi pas se të çojmë një përfaqësues tonin, unë kemi doktor shkencë, Salin është doktor shkencë, që ka mujt vjen atë konferencë do të merr pjesë, edhe ai pak të bëjë sa për dëgjim. Po, ta dëgjojmë Ismailin, prit një pak sekonda, me që natyrisht. Po, me respekt. Amiri ka fajt, Ismail. Jo, Isnej Gucati ka shumë drejt, se mora një kritik shumë pozitive, edhe një këshill po ashtu pozitive. Edhe Zoti Gucati është më meritori në mbrojtjen e vlerave të luftës, edhe ka qenë pjesë e organizimeve të një pasnjëshme dorën zemër prej fillimit. Ka qenë pjesë edhe atësoj torturës mrena burgut atje, që ati absurdi që o kriju, edhe ka shumë me drejt në ato që po e thot, po ka njëherë njeri po kërit ke me matëngatin, kështu që... Mund është lajnë një kështu që... Jo, s'man jam këtori me të rame tjetë, po shok të ato tjetë si angusht, ma do një qitë pyjtje, i thash, ju, nisa ka orë ftesë, edhe unë e lash si kini harru, kini bindu, kështu e këmë do në grësis, thash, ka mund delë pe harrese, po unë prap,
jemi knoqi që konferenca mbohet në Prishtinë. Qëllimshme pas kanë haru. Nesër kënë me të morë me kerën, me përmirësu gabime. Me respekt, me respekt. Okej, publikisht nuk di më shumë çka mund me vazhda Trigucati. Publikisht dhe kemi ftesën. Faleminderit për lidhjen dhe natyrisht si gjithmonë jemi shumë injos për kontributin tuaj që gjithmonë jeni të gatshëm kurrë që kemi për diskutuar për këto tema dhe edhe ky është një kontribut i çmuar. Kështu që faleminderit. Unë faleminderit për juve, faleminderit që organizuar ato konferencë dhe për juve që media, ju jeni gjithmonë me neve, keni qenë me neve dhe na mbështetni gjithmonë. Kështu që jemi njës për gjitha media në Kosovë, që gjitha televizionet, me respekti më të madh gjithmonë keni idenë në hapur. Në çdo kohë, në çdo moment në organizatën të ramenit të misionë. Faleminderit gjithashtu sepse edhe Ismaili përmendi më herët që përveç kontributit gjatë luftës vazhdojnë edhe sot pikërisht edhe këtë të bëjnë këto debate që janë të rëndësishme. Kështu që shumë suksese me konferencën. Haru që të thirrë dikush nga Uveloqi kësa. Nuk e kemi Gucatin, tash mundesh me folë. Publikisht. Pse Ismail do dhe kjo? Unë kam respekt shumë madh, sidomos për këtë pjesën që çka reprezentojnë edhe çka mbrojnë ata. Edhe veç ja u hek kapuqin, se edhe nuk e kam pas letë sidomos në të lëvit edhe për dishmërit tona politike. Unë e gabime e përmirësoj nesër, po njeri të punu gabën. Në fakt, pa dashur t'jem tendencios, po desha të pësa, që a është bërmën qëllim vërtet që nuk jeptu? Në ka dollë mesh, se jem 4-5... Se edhe Uveloqi në momentet i ka disa kritika ankesa që nuk përfshien në këto organizime. Sot pata për televizionit juj, së më kujtohet dikush për agendë, thash qysh s'ja kena dhona agendëna, tha jo, që, apshe, jënë detaje që është organizim shumë i madhë, është Champions League, edhe në kuptimin metaforik, edhe ikin edhe dalin senet prej veneve, po në du me thonë edhe si mënyrë kështu pak alegorike, i therëm si therëm gjithë prania u që kësë është... E rëndësishme është qëllimi i mirë dhe pastaj gjithë bashkohan, me ftesët se pa ftesë. Që është frym, ku do që shkojmë është me neve. Vetëm shqiptari pa e marrë ftesën Ismail. Qysh më shku dorë të faktua? Pak shaka natyrisht se ta edhe Ajda, ja blenë një bravo edhe për ju për punën që keni bërë edhe kur ishte marshe i madha që ishit vazhdimisht në media, në atë punën e madhe gjenin kohën për të ardhur dhe për të folur. Faleminderit edhe për sot. Faleminderit edhe për juve që keni qenë gjithmonë mbështetës. Po të gjofshin për të mira.